Nëse keni përjetuar diçka të ngjashme, shkruani në komente dhe na tregoni historinë tuaj. Mos harroni të lini një koment më poshtë. Era e ftohtë e marsit të vitit 1985 depërtonte në përplasaritjet e dritares së vjetër, duke bërë që Fikrie të mbështillej më fort në batanien e Hall që kishte trashëguar nga nëna e saj. Në krahët e saj, i vogël Ardian, vetëm 3 muajsh, po flinte paqësisht, duke mos ditur asgjë për vështirësitë që priste jetën e tyre. Apartamenti me një dhomë në periferinë e Tiranës ishte i ftohtë dhe i lagësht, por ishte gjithçka që Fikrie mund të përballonte me rrogën e saj nga fabrika e tekstilit. Ajo e kujtonte atë mëngjes sikur të kishte qenë dje. Sahati kishte rënë në orën 4:30 dhe pavarësisht lodhjes që ndjente në çdo qelizë të trupit të saj, Fikrie duhej të ngrihej. Ardiani kishte qenë zgjuar gjatë gjithë natës, duke qarë nga uria, dhe ajo kishte kaluar orë të tëra duke u përpjekur ta qetësonte. Tani, ndërsa e shikonte të flinte, zemra i dhempte. Si do t'arriti këtë fëmijë? Mendonte shpesh. Burri i saj, Besimi, i kishte braktisur 2 javë para se Ardiani të linte. Një mëngjes, thjesht nuk u kthye nga puna. Nuk la asnjë shënim, asnjë shpjedim, vetëm heshtje dhe një dhomë bosh ku dikur ishin rrobat e tij. Fqinjet i kishin thënë më vonë se e kishin parë duke u ngjitur në një kamion që shkonte drejt jugut. Disa thanë se kishte shkuar në Greqi, të tjerë në Itali. Fikries nuk i interesonte më. Ajo kishte një gojë për të ushqyer, një të ardhme për të ndërtuar dhe asnjë kohë për lot. Fabrika e tekstilit Mao Zedong ishte një ndërtesë masive me beton gri që dominonte lagjen industriale. Çdo mëngjes, në orën 5, qindra gra sillnin nga portat e saj, secila me shpresën se sot do të ishte një ditë më e mirë se dje. Por ditët rrallë ndryshonin. Të njëjtat makina rënduese, i njëjti zhurmë shurdoes, i njëjti ajër i mbushur me fije pambuku që bënte frymarrjen të vështirë. Fikrie punonte në linjën e qepjes, duke qepur qindra pantallona dhe këmisha çdo ditë. Duart e saj ishin bërë të forta, me ngjeshje dhe fshikëza që nuk shëroheshin plotësisht. Gishtërinjtë e saj lëviznin me shpejtësi të habitshme mbi makinën e qepjes, duke ndjekur një ritëm që e kishte mësuar me vite praktike. Norma ditore ishte 150 çop. Nëse arrinte më shumë, merrte pak më tepër para. Çdo lek shtesë ishte vital. Për Ardianin, për Qiran, për bukën, për jetën. Kolegja e saj, Fatmira, shpesh e pyeste: "Si po ja bën Fikrie, me fëmijë të vogël, e vetme?" "As vet nuk e di", përgjigjej Fikrie duke mos ngritur syt nga puna. "Por çfarë tjetër mund të bëj? Ai ka nevojë për mua." Çdo ditë ishte një betejë e vogël. Në orën 5:20 Fikrie largohej nga apartamenti, duke e lënë Ardianin me fqinjen e moshuar në xhmie teze. Gruaja e mirë merrte 50 lekë në javë për të kujdesur për të, por Fikrie e dinte se Nexhmia e bënte këtë më shumë nga zemërgjerësia se sa nga nevoja për para. "Shko bija ime", i thoshte Nexhmia çdo mëngjes. "Unë do të kujdesem për të, ti puno me qetësi." Por si mund të punonte me qetësi kur zemra ishte mbetur në shtëpi? Çdo minutë në fabrik, Fikrie mendonte për Ardianin. A kishte ngrënë maftueshëm, apo qante? A ishte mirë? Puna në fabrik ishte monotone dhe e lodhshme. Zhurmën e makinerive e ndjente edhe në zumë. Çdo natë ndëronte se ishte akoma atje, duke qepur, duke numëruar, duke shpejtuar për të përfunduar normën. Duart i dhembshnin, shpina i dhembte, por nuk kishte kohë për t'u ankuar. Si veta, mbiqyrusja e turnit ishte një grua e ashpër me sy të ftohtë si akull. Ajo nuk duronte asnjë gabim, asnjë vonesë. Nëse dikush zapësonte, si veta ishte aty, duke bërtitur, duke kërcënuar me ndëshkine. "Fikrie, më shpejt, ke 15 çop pas normës", briste ajo. Fikrie uli kokën dhe shpejtoi. Gishtërinjtë i dhembshnin nga shpejtësia, por nuk mund të ndalonte. Nëse nuk e arrinte normën, do të ndëshkojë me ulje page, dhe nuk kishte mënyrë që të jetonte me më pak. Në pushimin e drekës, që zgjaste vetëm 20 minuta, Fikrie hante bukë të thatë me domote. Rrallë kishte diçka më tepër. Parat ishin të pakta dhe çdo grosh shkonte për Ardianin. Qumshti i tij, pelurinat, rrobat e vogla që blinte nga tregu i vjetër. "Pse nuk ha si duhet?" e pyeste Fatmira, duke ofruar nga ushqimi i saj. "Nuk ka muri", gënjente Fikrie, por e vërteta ishte se preferonte që Ardiani të kishte më shumë se sa vet ajo. Kur Ardiani mbushi 6 muaj, filloi të qeshte. Ai qeshje që ndriçonte gjithë dhomën e errët ku jetonin.
Çdo herë që Fikrie kthehej nga puna, e lodhur sa mezi mund të ngrinte këmbët, e para gjë që dëgjonte ishte zëri I gëzuar I Ardianit. Ma, belbëtonte ai, duke shtrirë duart e vogla drejt saj. Në ato momente, gjithçka kishte kuptim, gjithë lodhja, gjithë sakrifica, gjithë vuajtja, sepse Ardiani ishte gjithçka që Fikrie kishte në këtë botë, por jetën nuk bëhej më e lehtë. Në vitin 1986, fabrika filloi të shkurtonte orët e punës për shkak të problemeve ekonomike. Më pak orë do të thoshte më pak para. Fikria u detyrua të kërkoje punë shtesë. Filloi të merrte punë qepjeje në shtëpi. Pas turnit në fabrik, që përfundonte në orën 2 pasdite, kthehej në shtëpi, merrte Ardianin nga Nexhmia dhe fillonte të qepte uniforma për shkolla. Punonte deri në orët e vona të natës, ndërsa Ardiani flinte pranë saj në një djep të vjetër druri që I kishte dhuruar një fqinje. Syt I dhemsnin nga lodhja, gishtërinjt ishin bërë të ngurtë, por duart e saj nuk ndaluan kurrë. Çdo qepje ishte një hap më afër një jete më të mirë për Ardianin. Dimri I vitit 1987 ishte veçanërisht I ashpër. Uji ngrinte në tuba dhe Fikrie duhej të ngrohte ujë në sobë për të larë Ardianin. Djali I saj, tani 2 vjeç, kishte filluar të ecte dhe të fliste fjalë të vogla. Ai ishte kureshtari, I gjallë, plot energji. Nana, thoshte, duke treguar dritaren ku bie Bora. Po, Bora, përgjigjej Fikrie, duke e mbështjellë në batanie. Por këtu brenda është më ngrohtë. Nuk kishte lek për ngrohje. Sobara vogël me dru ishte gjithçka që kishin, dhe edhe druri ishte I shtrenjtë. Fikrie mblidhte deg në park, duke I çuar në shtëpi me çantë të madhe që e bënte shpinën ndërdhemte edhe më shumë. Por Ardiani ishte gjithmonë I ngrohtë. Fikrie sigurohej për këtë. Edhe nëse vet ajo dridhej nga I ftohti, djali I saj kishte gjithmonë 2 batanie, kishte ushqim, kishte dashuri. Në pranverën e vitit 1988, Fikrie vendosi se Ardiani duhej të shkonte në kopshtin e fëmijëve. Ai kishte 3 vjeç dhe kishte nevojë të ishte me fëmijë të tjerë, të luante, të mësonte. Por kopshti kushtonte para që ajo mezi kishte. Shkoi te drejtorisha, Hyria, një grua e rrept, por e drejtë. Jam nën vetmushqënse, I tha Fikrie, duke mbajtur duart bashk. Punoj në fabrik. Ju lutem, a mund të paguaj më pak për djalin tim? Hyria e shikoi me kujdes. Si të quan? Fikrie, dhe djali im quhet Ardian. E di që punon në Mao Zedong, tha Hyria, duke të kaluar çdo mëngjes, shumë herët. Turni fillon në 5:30. Hyria mbeti në heshtje për një moment, pastaj tha: "Do të paguash gjysmën dhe do ta pranoj Ardianin." Fikrie mezi e besoi. Faleminderit shumë, por dua që djali yt të jetë I pastër, I ushqyer mirë dhe në kohë, shtoi Hyria rrepsisht. Nëse shoh se nuk po e trajton mirë, do ta heq këtë ndihmë. Premtoj që do të kujdesem për të sa më mirë që mundem, tha Fikrie me lot në sy. Kështu Ardiani filloi kopshtin. Çdo mëngjes, Fikrie e zgjonte në orën 4:30, e vishte me rrobat më të mira që kishte, I lante fytyrën me ujë të ngrohtë dhe e çonte në kopsht në rrugën për në fabrik. Pastaj vraponte për të arritur në punë në kohë. Ardiani përshtatet shpejt. Ishte një fëmijë I zgjuar, I shoqërueshëm. Edukatorët e donin dhe shpesh I thonin Fikries se sa talentuar ishte djali I saj. Ka aftësi të mira, I tha një ditë Vera, edukatorja e tij. Mëson shpejt, flet qartë, ka imagjinat të pasur. Zemra e Fikries u mbush me krenari. Pavarësisht gjithçkaje, Ardiani po rritej mirë. Ai ishte I lumtur, I shëndetshëm, I zgjuar. Por sfidat nuk përfunduan. Në vitin 1989, fabrika përsëri shkurtoi prodhimin. Shumë punëtore u shkarkuan. Fikrie jetonte me frikë se do t'ishte e radhës. Çdo ditë që hynte në fabrik, mendonte: a do t'jetë sot dita që do të më thonë se nuk ka më punë? Si veta, mbikëqyrësja, dukej se gëzohej me frikën e punëtorëve. Kush nuk arrin normën, do t'jetë e para që largohet, thoshte me një buzëqeshje të keqe. Fikrie punonte edhe më shumë. Disa ditë arrinte 200 copë, duke punuar pa ndërprerje nga fillimi I turnit deri në fund. Duart I dhemsnin kaq shumë sa në darkë mezi mund të mbante lugën, por nuk ndalonte. Një mbrëmje, kur kthehej nga kopshti me Ardianin, djali I tha: "Nana, pse duart janë kaq të vështira?" Fikrie I shikoi duart e saj,
të plot me ngjeshje, të kuqe nga puna e pafund. Sepse po punoj shumë për ty, zemra ime, I tha me një buzëqeshje të lodhur. Kur të rritem, do të punojoj dhe ti do të pushosh, tha Ardiani me një seriozitet që e bëri Fikrien të buzëqeshte. Mirë, djali im, tha ajo, duke ja puthur ballin. Mirë. Në fund të vitit 1989, bota filloi të ndryshonte. Në televizion flitej për ndryshime politike, për sistem të ri. Në fabrik, punëtorët flisnin zëshëm për atë që do të ndodhte. Thonë se do të ketë liri më të madhe, thoshte Fatmira me shpresë. Liri për çfarë? Pyeste skeptikisht Fikria. Për të pasur edhe më pak punë, më pak para? Jo, liri për të pasur mundësi, për të hapur biznese, për të jetuar më mirë. Fikria nuk ishte aq optimiste. Kishte mësuar të mos shpresonte shumë. Shpresa thjesht bënte zhgënjimin edhe më të dhemshëm. Por një gjë e bënte të vazhdonte. Ardiani. Çdo mbrëmje kur arrinte në shtëpi, ai vraponte drejt saj me buzëqeshje të gjerë. Nana, sot mësuam një këngë të re në kopsht, dhe këndonte për të, me zë të lartë dhe plot gëzim. Në ato momente gjithë dhembja zhdukej, gjithë lodhja largohej, sepse ajo e dinte se po bënte diçka të rëndësishme, por rriste një djalë të mrekullueshëm. Viti 1990 solli ndryshime të mëdha në Shqipëri. Sistemi politik filloi të lëkundet dhe njerëzit filluan të flisnin më lirshëm për të ardhmen. Por për Fikrien, ndryshimet nuk sollën gjë më mirë, përkundrazi, gjithçka u bë më e vështirë. Fabrika Mao Zedong filloi të kishte probleme me furnizimet. Lëndët e para nuk vinin më rregullisht. Prodhimi u ul drastikisht. Pagat filluan të vonoheshin. 1 muaj, pastaj 2 muaj, pastaj 3 muaj. Fikria jetonte me frikë të vazhdueshme. Si do t'ja bëj? Pyeste veten çdo natë. Si do ta ushqej Ardianin? Filloi të shesë gjërat e pakta që kishte. Një tavolinë e vjetër, disa enë që nuk I përdorte, rrobat e saj më të mira. Çdo gjë që mund të kthehej në para për ushqim, shkonte. Ardiani, tani 5 vjeç, filloi të kuptonte se diçka nuk shkonte mirë. Një mbrëmje, duke parë nënën e tij që ngrinte darkën, vetëm bukë e shkyuar me krip, pyeti: "Nëna, pse nuk ham mish si fëmijët e tjerë në kopsht?" Zemra e Fikries u thye. "Sepse tani mishi është shumë I shtrenjtë, zemra ime. Por bukën e kemi, dhe kemi njëri tjetrin, ajo është më e rëndësishmja." "Por unë nuk kam uri për mish," tha Ardiani, duke parë shqetësimin në fytyrën e nënës. "Unë dua vetëm bukë, buka është e shishme." Fikria e përqafoi fort. "Ti je djali më I mirë në botë," pëshpëriti. Në pranverën e vitit 1991, fabrika mori një goditje të madhe në Shqipëri. Drejtori u largua duke marrë me vete të gjitha paratë që kishte në kasafort. Punëtorët mbeten pa pagë për 6 muaj. Disa prej tyre protestuan, të tjera thjesht largoheshin dhe kërkonin punë tjetër. Fikrie nuk kishte luksin të largohej, kishte investuar 9 vjet në këtë fabrik, kishte shpresën se një ditë gjërat do të përmirësoheshin, dhe nuk kishte vend tjetër ku të shkonte. Fatmira, kolegja e saj, kishte vendosur të largohej. "Jam e lodhur," I tha Fikries, "e lodhur nga premtimet e rreme. Do të shkoj në fshatin tim dhe do të punoj tokën." "Por ke punuar këtu për 15 vjet," tha Fikrie. "Dhe çfarë kam? Asgjë, as shtëpi time, as para, as shpresë." Ditën që Fatmira u largua ishte një nga më të vështirat për Fikrien. Kishte humbur miken e saj më të mirë në fabrik, njeriun që e kuptonte më shumë se kushdo tjetër. Por jeta vazhdonte. Ardiani hyri në klasën e parë në shtator të vitit 1991. Fikria e rriti krenare djalin e saj, të veshur me një uniform të vjetër që e kishte bler nga tregu I përdorur dhe e kishte ndrequr me duart e saj. "Dua që të mësosh mirë," I tha atë mëngjes. "Arsimi është gjëja më e rëndësishme. Me arsim mund të bësh çfarë të duash në jetë." "Do të mësoj, Njana," premtoi Ardiani. "Do të jem nxënësi më I mirë në klasë." Dhe ishte. Çdo mbrëmje, pas punës së lodhshme në fabrik dhe punës shtesë në shtëpi, Fikrie ulej me Ardianin dhe e ndihmonte me detyrat. Edhe pse ajo vetë kishte vetëm 8 vjet shkollë, dinte të lexonte dhe të shkruante mirë. A, B, C, D, lexonin së bashku, duke përsëritur alfabetin. 1 + 1 është 2, 2 + 2 është 4. Ardiani përthifte gjithçka si sfungjer.
Mësuesja e tij, flutura, shpejt e vuri re talentin e tij. Djali juaj është i jashtëzakonshëm, I tha Fikries në një takim prindrish. Ka aftësi të mëdha për matematikë dhe gjuhë. Duhet ta mbështesni sa më shumë. Po bëj gjithçka që mundem, tha Fikrie. E di, tha Flutura me një buzëqeshje të ngrohtë. Shihet që e doni shumë dhe që po sakrifikoni gjithçka për të. Në vitin 1992, fabrika u privatizua. Pronari I ri, një biznesmen nga Tirana, premtoi rritje pagash dhe kushte më të mira pune, por premtimet ishin të zbrasta. Pagat u ulën, kushtet u përkeqësuan, shumë punëtorë u shkarkuan. Fikrie pati fat që mbeti, por tani punonte edhe më shumë për edhe më pak para. Turnet bëheshin më të gjata, pushimet më të shkurtra, kërkesat më të larta. Pronari I ri, Shpëtimi, shpesh vinte në fabrik për të kontrolluar prodhimin. Ishte një burr I shkurtër, I shëndosh, me fytyrë të ashpër dhe sy që gjithmonë shikonin për gabime. Ju paguaj mirë, thoshte ai, prandaj pres rezultate. Por mirë për të, nënkuptonte pagë që mezi mjaftonte për bukë. Fikrie nuk guxonte të protestonte, kishte frikë se do të humbas punën, dhe atëherë çfarë do të bënte? Një ditë, si veta, mbikëqyrësja, e thiri Fikrie në zyrë. Kam parë punën tënde, tha si veta. Je një nga më të mirat këtu, por kam një problem me ty. Zemra Fikries filloi të rrah fort. Çfarë problemi? Ndonjëherë po vjen vonë me 5 minuta. Shpëtimi nuk e pëlqen këtë. Por kam një djalë që duhet ta çoj në shkollë, shpjegoi Fikrie. Ndonjëherë nuk gjej autobus dhe duhet të vrapoj. Këto nuk janë problemet tona, tha si veta ftohtë. Ose vjen në kohë, ose do të ndëshkohesh. Do të përpiqem, tha Fikrie, duke ulur kokën. Nga ajo ditë, Fikrie filloi të ngrihej edhe më herët. Ora 4 të mëngjesit, zgjonte Ardrianin, ja bënte mëngjesin, e vishte dhe e vraponte me të në shkollë. Pastaj vraponte në fabrik, shpesh duke arritur e dirësëllyer dhe pa frym, por në kohë. Ardriani e vinte re lodhjen e nënas. Nëna, pse nuk pushon pak? Pyeste. Nuk kam kohë të pushoj, zemra ime, përgjigjej ajo. Por kjo është mirë, do të thotë që po kujdesem për ty. Kur të rritem, do të kujdesem unë për ty, thoshte Ardriani. Do të blej një shtëpi të madhe ku nuk do të punosh kurrë më. Fikrie buzëqeshte, edhe pse nuk e besonte, por shpresa e Ardrianit e bënte të vazhdonte. Në vitin 1993, situata ekonomike në Shqipëri u përkeqësua edhe më shumë. Çmimet u rritën, ushqimi u bë më I shtrenjtë, energjia elektrike shkonte dhe vinte. Uji rrjedhte vetëm disa orë në ditë. Fikrie filloi të bënte radhë për bukë në orën 4 të mëngjesit. Ndonjëherë radha ishte aq I gjatë sa duhet të priste orë të tëra, humbiste kohë nga puna, por çfarë tjetër mund të bënte? Një mëngjes, ndërsa priste në radhë, takoi një grua që e njihte nga fabrika. Emri I saj ishte Drita dhe kishte punuar në linjën e përpunimit. U largova nga fabrika, nuk munda më, pagat ishin shumë të ulta. Po tani çfarë po bën? Pyeti Fikrie. Po shes perime në treg, është e vështirë, por atë pakten fitimet janë të mijat. Apo të del mirë? Disa ditë po, disa ditë jo, por kam më shumë shpresë se sa në fabrik. Fikrie mendoi për këtë. Ndoshta duhet të provoj diçka të re, por kishte frikë. Fabrika, pavarësisht gjithë problemeve, ishte e sigurt, e njihte, e kuptonte. Atë mbrëmje, duke biseduar me Ardrianin, I tha: "Djali im, nëse do të kishe zgjedhje, çfarë do të doje që unë të bëja?" Ardriani, nani 8 vjeç, e mendoi për një moment dhe tha: "Dua që të jesh e lumtur, nana, dhe të mos jesh e lodhur gjithkohën, por duhet të punoj që të kemi para. E di, por ndoshta mund të gjesh një punë që nuk të lodh aq shumë." Fjalët e tij e prekën thellë. Ardriani kuptonte më shumë se sa e mendonte ajo. Por ndryshimi ishte I frikshëm, dhe Fikrie vendosi të qëndronte në fabrik, të paktën për pak kohë të tjera. Në vitin 1994, Ardriani ishte në klasën e 3 dhe kishte filluar të tregonte talent të veçantë për matematikë. Mësuesi I matematikës, Petrit, e thiri Fikrien për një takim. "Djali juaj është shumë I talentuar," I tha. "Kam mësuar për 30 vjet dhe rrallë kam parë një nxënës si ai. Duhet ta mbështesni që të vazhdoj studimet." "Sigurisht që do ta mbështes," tha Fikrie, "por kemi pak para." "E kuptoj, por ka mundësi për bursa në shkolla më të mira. Dua të rekomandoj Ardrianin për një gjimnaz të specializuar në Tiranë. Atje do të marrë arsim shumë më të mirë." Zemra e Fikries u mbush me shpresë dhe frikë në të njëjtën kohë. Një gjimnaz më I mirë do të thoshte shpenzime më të larta, po sikur të mos e përballonte.
Do të mendoj për këtë, tha ajo. Atë mbrëmje, foli me Ardianin. Mësuesi thot se ke talent të madh, i tha. Mund të shkosh në një shkollë më të mirë. Sytë e Ardianit ndriçuan. Vërtet? Po, por do të duhet të punosh shumë fort, do të jetë më e vështirë se sa shkolla ku je tani. Nuk kam problem, tha Ardiani me vendosmëri. Dua të mësoj sa më shumë. Dua të bëhem dikush i rëndësishëm që të mund të kujdesem për ty. Fikria e përgjefoi fort. Je tashmë dikush i rëndësishëm për mua, më i rëndësishmi. Në shtator të vitit 1995, Ardiani hyri në gjimnazin e ri. Fikrie kishte shitur televizorin e vjetër që kishin për të paguar uniformën dhe librat, por e vlerësonte, sepse kjo ishte investimi më i mirë që mund të bënte. Çdo mbrëmje, Ardiani studionte për orë të tëra. Fikrie u lej pranë tij, duke qepur uniforma në heshtje, duke e lënë të përqëndrohej. Ndonjëherë ai i lexonte lëndët që po mësonte, fizik, kimi, matematik të avancuar, dhe Fikrie dëgjonte me krenari, edhe pse nuk kuptonte shumë. Një ditë, mendonte ajo, ky djalë do të bëhet dikush i madh, dhe gjithë kjo vuajtje do të ketë vlerë. Viti 1996 solli sfida të reja. Shqipëria po kalonte një krizë ekonomike të thellë, firma piramidale, në të cilat shumë njerëz kishin investuar kursimet e tyre, filluan të rrëzohen. Kaosi përhapej, protestat ishin të përditshme. Fabrika Mao Zedong nuk ishte imunizuar nga kriza. Prodhimi u ul drastikisht, shumë punëtore u shkarkuan. Fikrie jetonte me frikë se do të ishte e radhës. Por një ditë, shpëtimi, pronari, mblodhi të gjitha punëtoret që kishin mbetur. Kam vendosur të mbyll fabrikën për disa muaj, tha ai. Tregu është i keq, nuk ka kërkesë. Do ta hap përsëri kur gjërat të përmirësohen. Ishte si një goditje në stomak. Fikria ndjeu botën duke u tundur. Por çfarë do të bëjmë? Pyeti një punëtore. Kjo nuk është problemi im, tha shpëtimi ftokt. Kërkoni punë tjetër. Atë mbrëmje, Fikrie qau për herë të parë pas shumë vitesh. Nuk ishte më punë, nuk ishte më të ardhura. Si do t'ja bënte? Erdiani, tani 13 vjeç, e pa nënën duke qarë, dhe zemra ju thye. Nëna, mos qaj, than duke e përqafuar. Do të gjejmë zgjidhje. Gjithmonë kemi gjetur. Por si, Ardian, si? Pyeti Fikrie me dëshpërim. Do të punoj unë, mund të gjej një punë pas shkolle. Jo, tha Fikrie me forcë. Ti duhet të mësosh, kjo është e vetmja gjë e rëndësishme. Por nuk mund të lë të vuash vetëm, tha Ardiani me lot në sy. Ti nuk po më lë të vuash, tha Fikrie duke i fshehur lotët. Ti po më jep arsye për të vazhduar. Gjitha jo që po bëj, e bëj për ty, dhe do të gjej një mënyrë. Dhe e gjeti. Ditën tjetër, Fikrie filloi të kërkoj punë. Shkoi në çdo fabrik, çdo dyqan, çdo vend ku mendonte se mund të kishte nevojë për punëtor, por kudo që shkonte, përgjigja ishte e njëjtë. Nuk kemi vende të lira. Pas 2 javësh kërkimi të palodhur, gjeti një punë në një restorant të vogël pranë tregut. Paga ishte më e lagur se sa në fabrik, por atë paktën kishte diçka. Punonte si pastruese dhe ndihmëse kuzhine. Fillonte në orën 6 të mëngjesit dhe mbaronte në orën 5 pasdite. Puna ishte e vështirë, lante pjata, Pastronte dysheme, priste perime. Duart e saj, tashmë të vështira nga vitet në fabrik, bëheshin edhe më të ashpra. Por nuk ankohej, çdo lek merrte rëndësi. Çdo ditë që kalonte, ishte një ditë më shumë që Ardiani mund të vazhdonte shkollën. Ardiani po shkëlqente në gjimnaz, ishte në kryre të klasës në matematik dhe fizik. Mësuesit e lavdëronin vazhdimisht. Një prej tyre, profesor Agim, e thiri Fikrien për një takim. Zonja Fikrie, i tha, djali juaj ka potencial të jashtëzakonshëm. Mendoj se duhet të aplikoj për universitet në të ardhmen. Ka aftësi për të studiuar inxhinieri ose shkenca. Universiteti kushton shumë, tha Fikrie me shqetësim. Ka bursa, dhe me notat që ka Ardiani, jam i sigurt se do ta marrë një. Fikrie ndjeu një shkëndi shprese. Ndoshta, vetëm ndoshta, gjërat do të përmirësoheshin. Në vitin 1997, gjendja në Shqipëri u përkeqësua edhe më shumë. Protestat u kthyen në dhunë, ushtrie u përfshi, armët u grabitën nga depo, ishte kaos i plot.
Fikrie kishte frikë të dilte nga shtëpia, por duhej të shkonde në punë, nuk kishte zgjedhje. Çdo mëngjes, ndërsa ecte në rrugë, shikonte me kujdes, duke u përpjekur të qëndronte larg nga tubime dhe zonat rrezikshme. Një ditë, ndërsa kthehej nga puna, dëgjoi të shtëna, filloi të vrapoj, zemra i rrahte fort. Arriti në shtëpi e djersëlyer dhe e frikësuar. Ardiani e priti në derë. "Nana, je mirë?" "Po, jam mirë," tha, duke e përzhënfuar fort. "Vetëm pak e frikësuar. Ndoshta nuk duhet të shkosh në punë disa ditë," tha Ardiani me shqetësim. "Nëse nuk shkoj, nuk kemi para," tha Fikria thjesht. "Nuk kam zgjedhje." Por në brendësi kishte frikë. Çdo ditë që kalonte ishte një ditë e re e pasigurisë. Në pranverën e vitit 1998, gjërat filluan të qetësoheshin pak. Qeveria e re solli më shumë stabilitet. Njerëzit filluan të ndiheshin më të sigurt. Fabrika Mao Zedong u hap përsëri. Shpëtimi thirri mbrapa disa nga punotret e vjetra. Fikrie ishte një prej tyre. "A do të kthehesh?" pyeti Shpëtimi. Fikrie mendoi për një moment. Restoranti I paguante më pak, por puna ishte më e lehtë për shpinën e saj. Fabrika paguante pak më shumë, por puna ishte më e rëndë. "Sa do t'jetë paga?" pyeti Fikrie. "Njësoj si më parë," tha Shpëtimi. "Atëherë jo," tha Fikrie me guxim që nuk e kishte ndjer kurrë më parë. "Paga juaj nuk mjafton për të jetuar." Shpëtimi u habit. "Si guxon të më flasësh kështu? Kam punuar për ju për 11 vjet," tha Fikrie duke mbajtur kokën lart. "Kam dhënë gjithçka. Dhe çfarë kam marrë? Pak a shumë asgjë. Do të qëndroj në restorant." Dhe u largua, duke lënë Shpëtimin të habitur. Atë mbrëmje, kur I tregoi Ardianit çfarë kishte bërë, djali I saj buzëqeshi me krenari. "Bravo nana, më në fund I the atij se si është. Isha e lodhur ta të qenit I trajtuar keq. Meriton më mirë," tha Ardiani, "dhe një ditë do ta kesh." Në vitin 1999, Ardiani ishte në vitin e 3 të gjimnazit. Ishte 16 vjeç dhe po rritej shpejt. Ishte bërë një djalë I bukur, I zgjuar, plot energji dhe ambicie. Vazhdonte të ishte në krye të klasës. Fitoi disa gara të matematikës dhe fizikës. Emri I tij filloi të njihej në shkollë, por Fikrie shihte se diçka e shqetësonte. Një mbrëmje, gjatë darkës, pyeti: "Çfarë ka Ardian? Duket sikur ke diçka në mendje." Ardiani nguroi, pastaj tha: "Nana, shoh se sa shumë po punon, shoh se sa të lodhur je, dhe ndihem fajtor." "Fajtor? Për çfarë?" "Sepse ti po vuan për mua. Ndoshta duhet të kisha lënë shkollën dhe të kisha filluar të punoja." "Mos thuaj këtë Nur," tha Fikrie me forcë. "Arsimimi yt është gjëja më e rëndësishme. Çdo sakrificat e mia kanë vlerë vetëm nëse ti mëson mirë." "Por nuk është e drejtë," tha Ardiani me lot në sy. "Nuk është e drejtë që ti të vuash kaq shumë." Fikria u ngrit dhe përqafoi. "Jeta nuk është gjithmonë e drejtë, djalim, por ne mund ta bëjmë më të mirë, dhe ti po e bën. Çdo ditë që shkoj në punë dhe shoh notat e tua, shoh talentin tënd, di që po bëj diçka të mirë. Ti je krenaria ime." Ardiani qau në krahët e saj, dhe Fikrie, edhe pse zemra e dhemte, buzëqeshi, sepse e dinte se e donin njëri tjetrin më shumë se çdo gjë tjetër në botë. Në vitin 2000, Ardiani u diplomua nga gjimnazi me nota të shkëlqyera. Ishte I pari në klasë. Fitoi një bursë të plot për të studiuar inxhinieri mekanike në Universitetin Politeknik të Tiranës. Ceremonia e diplomimit ishte një nga ditët më të lumtura të jetës së Fikries. E shikoi Ardianin duke marrë çmimin, duke dëgjuar fjalët e lavdërimit nga drejtori, dhe zemra ishte gati të shpërthente nga krenaria. "Ky djalë," tha drejtori, "është një shembull për të gjithë. Pavarësisht vështirësive, ka punuar me përkushtim dhe ka arritur ekselencë. I uroj suksese të mëdha në të ardhmen." Pas ceremonisë, Ardiani erdhi dhe përqafoi nënën. "E bëra nana," tha ai. "E bëm." "Po, e bëm," tha Fikrie, me lot gëzimi në sy. "Dhe jam kaq krenar për ty." Atë mbrëmje, kur ktheheshin në shtëpi, Ardiani I tha: "Tani duhet të filloj universitetin dhe do të jetë edhe më e vështirë, por premtoj që do të punoj edhe më shumë, sepse dua të bëj krenar." "Je tashmë bërë," tha Fikrie. "Çdo ditë." Universiteti ishte një botë e re për Ardianin, leksione të vështira, profesor të rrept, projekte komplekse, por ai nuk u friksua, përkundrazi,
Prosperoi. Çdo ditë ngrihej në orën 5 të mëngjesit, studionte për 2 orë para se të shkonte në leksione. Pastaj kthehej në shtëpi, hante darkë me nënën dhe studionte përsëri deri në orët e vona të natës. Fikrie shihte këtë përkushtim dhe zemra i mbushej me krenari, por gjithashtu shqetësohej. Ardiani nuk po pushonte mjaftueshëm, nuk po shihte miqt, nuk po jetonte jetën e një të riu normal. Ardian, i tha një mbrëmje, duhet të pushosh pak, nuk mund të studiosh gjithë kohën. Nuk kam kohë të pushoj, tha ai pa ngritur syt nga libri. Kam shumë për të mësuar. Por edhe trupi ka nevojë për pushim. Do të pushoj kur të mbaroj, tha Ardiani me vendosmëri. Fikrie dinte se nuk kishte kuptim të këmbgulte. Ardiani kishte trashëguar kokfortësinë e saj. Në vitin e parë të universitetit, Ardiani ishte përsëri në krye të klasës. Profesorët e vunë re dhe një prej tyre, profesor Marin, e thirri për një takim. Ardian, i tha, kam vëzhguar punën tënde, ke talent të jashtëzakonshëm. Dua të ofroj një mundësi. Çfarë mundësie? Pyeti Ardiani. Kam kontakte me një kompani në Itali që ofron internship për studentë të talentuar. Paguhet mirë dhe është një eksperiencë e shkëlqyer. Dua të rekomandoj ty. Zemra e Ardianit filloi të rrah fort. Vërtet? Po, por do të duhet të shkosh në Itali për 3 muaj gjatë verës. 3 muaj? Aq larg? E di që është shumë, por kjo është një mundësi që nuk vjen shpesh. Ardiani u kthye në shtëpi atë mbrëmje plot mendime. Një mundësi e shkëlqyer, por do të thoshte të linte nënën vetëm për 3 muaj. Kur ja tregoi Fikries, ajo menjëherë tha, duhet të shkosh. Por nuk mund të të lë vetëm, tha Ardiani. Ardian, kjo është mundësia që kemi pritur, tha Fikrie me forcë. Unë do të jem mirë, kam qenë gjithmonë, por ti duhet ta marrësh këtë mundësi. Je e sigurt? Absolutisht. Në qershor të vitit 2001, Ardiani u nis për në Itali. Ishte hera e parë që largohej nga Shqipëria, hera e parë që ndahej nga nëna për një periudhë kaq të gjatë. Në aeroport, përqafimi i tyre zgjati shumë. Do të telefonoj çdo ditë, premtoi Ardiani. Mos u shqetëso për mua, tha Fikrie, duke u përpjekur të mos qante. Përqendrohu në punën tënde, mëso sa më shumë, kjo është e vetmja gjë që dua. Do ta bëj, tha ai, premtoi. 3 muajt në Itali ndryshuan jetën e Ardianit. Punoi në një kompani që prodhonte makina industriale, mësoi teknika të leja, teknologji moderne, metoda që në Shqipëri nuk i kishte parë kurrë. Merrte pagesë të mirë për një student, 500 euro në muaj. Ishte më shumë se sa nëna e tij fitonte në 3 muaj. Dhe çdo lek e kursente, nuk shpenzonte për asgjë të panevojshme, vetëm për ushqim dhe transport. Telefononte Fikrien çdo ditë, siç kishte premtuar. Si po të shkon? Pyeste ajo. Mrekullueshëm nana, po mësoj aq shumë, inxhinierët këtu janë të shkëlqyer. Je duke ngrënë mirë? Po, mos u shqetëso. Si mund të mos shqetësohem? Je djali im. Ardiani buzëqeshte. Edhe mijëra kilometra larg, dashuria e nënës ishte e pranishme. Kur u kthye në Tiranë në shtator, solli me vete 1200 euro që kishte kursyer. Këto janë për ty, i tha Fikries, duke i dhënë parat. Fikrie refuzoi. Jo, këto janë për ty, i fitove me punën tënde. Nana, ti ke punuar gjithë jetën për mua, tani është radha ime të kujdesem për ty. Me lot në sy, Fikrie i mori parat. Për herë të parë në jetë, kishte një sasi parash që mund t'i jepte pak lehtësim. Çfarë do të bësh me to? Pyeti Ardiani. Do t'i kursej, tha Fikrie, për ditë të vështira. Por Ardiani kishte plane të tjera. Javën tjetër, erdhi në shtëpi me një televizor të ri. Çfarë është kjo? Pyeti Fikrie e habitur. Një televizor për ty, tha Ardiani me buzëqeshje, që vjetri u prish para 2 vitesh dhe nuk kemi pasur para të blejmë tjetër. Tani e kemi. Fikrie qau. Nuk qau nga trishtimi, por nga lumturia. Për herë të parë, po shikonin fillimin e diçkaje më të mirë. Viti i dytë i universitetit ishte edhe më i vështirë se i pari. Lëndët ishin më komplekse, projektet më të gjata, por Ardiani vazhdoi të shkëlqente. Gjithashtu filloi të jepte mësime private për studentë të tjerë që kishin vështirësi me matematik dhe fizik. Paguhej 10 euro për orë, para të mira për një student. Çdo lek që fitonte ia jepte nënës. Për shtëpinë, thoshte. Fikrie protestonte, por Ardiani këmbgulte. Nana, ti punon ende në restorant, është koha që të ndalosh, ose të paktën të punosh më pak.
Nuk mund të ndal, tha Fikrie, paratë tua nuk mjaftojnë për të dyja. Atëherë do të fitoj më shumë, tha Ardiani me vendosmëri. Dhe e bëri. Gjeti një punë tjetër me kohë të pjesshme në një kompani ndërtimi, duke bërë vizatime teknike. Tani punonte dhe studionte, duke fjetur vetëm 5 orë në natë. Fikrie shqetësohej. Ardian, po vras veten, nuk mund të vazhdosh kështu. Mund të vazhdoj, sepse kam një qëllim. Dua që ti të pushosh, dua të blej një shtëpi më të mirë, dua që të kesh gjithçka që meritosh. Gjithçka që dua është që ti të jesh i shëndetshëm dhe i lumtur, tha Fikrie. Do të jem, dhe të dyja, premtoi Ardiani, vetëm prit. Në vitin 2003, Ardiani hyri në vitin e 3 të universitetit. Tani ishte njohur në të gjithë fakultetin si një nga studentët më të mirë. Profesorët e përdornin si shembull, studentët e tjerë kërkonin këshillat e tij. Një ditë, profesori Marin e thirri përsëri. Kam një ofertë tjetër për ty. Çfarë oferte? Një kompani gjermane po kërkon inxhinier të rinj për një projekt në Tiranë. Paguan shumë mirë. Dua ta rekomandoj ty. Por ende jam student. E di, por ata janë të interesuar për studentë të talentuar që mund të punojnë me kohë të pjesshme. Është një mundësi e shkëlqyer. Ardiani nuk humbi ti kohë. Aplikoi dhe u pranua. Filloi të punoj për kompaninë gjermane 3 ditë në javë, duke fituar 500 euro në muaj. Tami kishte para të mjaftueshme, më tepër se sa kishte ndërruar ndonjëherë, dhe e para gjë që bëri ishte t'i thoshte nënës. Nana ndalo punën në restorant. Çfarë? Tha Fikrie e habitur. Kam para të mjaftueshme tani, nuk ke më nevojë të punosh. Por Ardian, asnjë por, tha ai me forcë. Ke punuar për 20 vjet, është koha të pushosh. Fikrie nuk e besonte. Pas aq shumë vite zhvuetjeje, pas aq shumë orësh pune, mund të ndalonte. Je i sigurt? Pyeti me zë të druajtur. Absolutisht, tha Ardiani, edhe kjo është vetëm fillimi. Një ditë do të blej një shtëpi të re. Do të kesh gjithçka që ke ndëruar ndonjëherë. Fikrie qau. Pas 20 vitesh, më në fund po shihte dritë në fund të tunelit. Javën tjetër, Fikrie dha dorëheqjen nga restoranti. Menaxheri u habit. Po çfarë do të bësh tani? Pyeti. Do të pushoj, tha Fikrie me një buzëqeshje. Djali im po kujdeset për mua. Je me fat që ke një djalë kaq të mirë. E di, tha Fikrie. Çdo ditë e falenderoj Zotin për të. Në vitin 2004, Ardiani ishte në vitin e 4 të fundit të universitetit. Tema e tij e diplomës ishte mbi optimizimin e proceseve industriale, një temë komplekse që shumë profesorë konsideronin tepër ambicioze për një student. Por Ardiani e përfundoi me shkëlqim. Prezantimi i tij mahniti komisionin, mori notën më të lartë dhe u rekomandua për studime master. Do të vazhdosh master? Pyeti Fikrie. Po, tha Ardiani, por do ta bëj duke punuar në të njëjtën kohë. Kështu do të kem dhe arsim dhe përvojë. Gjithmonë mendoni për gjithçka, tha Fikrie me krenari. Mësova nga më e mira, tha Ardiani duke e përqafuar. Kompania gjermane e pranoi Ardianin si inxhinier me kohë të plot pas diplomimit. Paga ishte 800 euro në muaj, një shumë e madhe për atë kohë në Shqipëri. Tani Fikrie nuk kishte më nevojë për para. Ardiani siguronte gjithçka. Për herë të parë në jetë mund të pushonte, të relaksohej, të shijonte jetën. Por nuk e bënte. Nuk ishte mësuar të rinte pa bërë asgjë, kështu që filloi të bëj punë vullnetare në një qendër për nëna të vjetra. Ndihmonte, bisedonte, jepte ngushëllim. Kjo është ajo që më bën të lumtur, të ndihmoj të tjerët, i tha Ardianit. Ti ke zemërari, nana, gjithmonë ke pasur. Në vitin 2005, Ardiani filloi masterin në inxhinieri industriale. Gjithashtu vazhdoi të punonte për kompaninë gjermane. Ditët e tij ishin plot, por nuk ankohej. Kishte një qëllim dhe asgjë nuk mund ta ndalonte. Vitet e masterit ishin vite intensivesh. Ardiani punonte ditën dhe studionte natën. Por performanca e tij në punë ishte aq e mirë sa kompania vendosi ta ngrejë në pozicionin e inxhinier senior. Kjo është e pazakontë për dikë aq të ri, por ti e meriton. Punon më shumë se kushdo tjetër këtu. Paga u rit në 1200 euro. Ardiani, tani 23 vjeç, kishte arritur një nivel që shumica e njerëzve në Shqipëri mund të ëndërronin vetëm në të rendra. Por ai nuk ishte i kënaqur, kishte ambicia më të mëdha. Një ditë gjatë darkës me nënën, i tha: "Nana,
Dua të hap biznesin tim. Fikria e shikoi me shqetësim. Por biznesi yt, por ke një punë të mirë. E di, por dua të ndërtoj diçka të imen, diçka që do të jetë e imja. Çfarë lloj biznesi? Dua të hap një kompani prodhimi, të prodhoj makina dhe pajisje industriale këtu në Shqipëri. Tani shumicën e importojmë nga jashtë, por ne mund t'i prodhojmë këtu, më lirë dhe më mirë. Fikëria nuk kuptonte shumë për biznese, por kuptonte ambicje në sytë e djalit të saj. Duhet shumë para për një gjë të tillë, tha ajo. E di, por do të kursej, do të bëj plane, dhe një ditë do ta bëj. Besoj në ty, tha Fikrie. Gjithmonë kam besuar. Ardiani filloi të kursej çdo lek që fitonte. Nuk shpenzonte për asgjë të panevojshme. Jetonte thjesht. Qëllimi i tij vetëm ishte të mbledh mjaftueshëm kapital për të filluar biznesin. Gjithashtu filloi të bëj kërkim tregu. Studioni çfarë produktesh kishin më shumë kërkesë, çfarë mund të prodhohej me kosto të ulët, por cilësi të lartë. Si mund të konkuronte me kompanitë e mëdha. Në vitin 2006, Ardiani mbaroi masterin me nota maksimale. Teza e tij mbi optimizimin e prodhimit industrial u publikua në një revistë shkencore dhe mori vëmendje nga ekspert në fushë. Klaus, menaxheri i tij, e thirri për një takim. Ardian, kam një propozim për ty, tha ai. Çfarë propozimi? Kompania jon po hap një filial të re në Rumani. Duan që ti të shkosh atje si menaxher i prodhimit. Paga do të jetë 2500 euro. Ishte një ofertë e shkëlqyer, më shumë para se sa kishte imagjinuar ndonjëherë. Por do të thoshte të largohej nga nëna. Mund të mendoj për këtë? Pyeti Ardiani. Sigurisht, por kam nevojë për përgjigje brenda 2 javësh. Atë mbrëmje, Ardiani e tregoi Fikries. Duhet të shkosh, tha ajo me njëherë. Por do t'jem larg për një kohë të gjatë, ndoshta vite. Ardian, kjo është mundësia e jetës, nuk mund ta humbasësh për mua. Por ti je gjithçka që kam, dhe ti do t'jesh gjithmonë djali im, pavarësisht se ku je, tha Fikrie me një buzëqeshje të ëmbël. Por duhet të mendosh për të ardhmen tënde, për ëndrrën tënde të biznesit. Kjo përvojë do të të ndihmoj. Ardiani e mendoi për një javë të plot, dhe në fund vendosi. Do të shkonte, por vetëm për 2 vjet, jo më shumë. Në mars të vitit 2007, Ardiani u nis për në Rumani. Përqafimi me nënën ishte emocional. Do të kthehem, premtoi ai. Dhe kur të kthehem, do të filloj biznesin tim. Premtoj. Shko dhe bëj gjërat e mëdha, tha Fikrie. Unë do të jem këtu, duke pritur. 2 vitet në Rumani ishin transformuese për Ardianin. Mësoi se si të menaxhonte një ekip të madh, si të optimizonte procese komplekse, si të trajtonte klientë ndërkombëtar, si të negocionte kontrata të mëdha. Kurseu çdo lek. Në fund të 2 viteve, kishte grumbulluar 50.000 euro, një shumë e madhe, por jo e mjaftueshme për të filluar një kompani. Por kishte diçka edhe më të vlefshme, eksperiencë, kontakte dhe një plan biznesi solid. Kur u kthye në Shqipëri në prill të 2009-s, Fikrie me zi e njohu. Tani ishte 26 vjeç, i pjekur, i sigurt, një profesionist i vërtet. Më ke munguar aq shumë, tha ajo, duke e përqafuar. Edhe ti më ke munguar, çdo ditë. Por tani, çfarë do të bësh? Tani, do të filloj biznesin tim, tha me vendosmëri. Kam para, kam plan, kam eksperiencë, është koha. Fikrie buzëqeshi. Bëje, e di që do të arrish. Ardiani filloi të kërkoj për vend ku të hapte kompaninë. Donte diçka në zonën industriale, ku kishte qasje të mirë në rrugë dhe furnizime. Dhe atëherë e pa. Fabrika e vjetër Mao Zedong. Kishte vite që ishte mbyllur. Shpëtimi, pronari, kishte shkuar faliment dhe fabrika tani ishte në shitje. Ardiani nuk mund ta besonte. Fabrika ku nëna e tij kishte punuar për 20 vjet, fabrika ku ajo kishte vuajtur, ku kishte sakrifikuar gjithçka për të. Sa kushton? Pyeti agentin e pasurive të paluajtshme. 70.000 euro, tha agenti, por pronari është i gatshëm të negociojë. Ardiani kishte vetëm 50.000 euro, por vendosi të provonte. Shkoi ta takonte shpëtimin. Burri, kjo dikur kishte qenë arrogant dhe i pasur, tani duke i lodhur dhe i vjetruar. Dua të blej fabrikën, tha Ardiani. Shpëtimi e shikoi me përbuz. Ke para? Po, 50.000 euro. Çmimi është 70.000. E di, por ky është një ndërtesë që ka qenë e mbyllur për 10 vjet, nuk ka prodhuar asgjë. Kushdo tjetër do të ofroj edhe më pak. Shpëtimi e dinte se Ardiani kishte të drejtë. 60.000.
Është oferta ime finale. 55.000, tha Ardiani. Mund t'i jak 10.000 tani dhe pjesën tjetër brenda 6 muajve. Shpëtimi nguroi, pastaj tha, mirë, por nëse nuk të paguan brenda 6 muajve, fabrika kthehet tek unë. Unë do të paguaj, tha Ardiani me besim. Atë mbrëmje, kur ja tregoi Fikrie se kishte bler fabrikën, ajo nuk mund të fliste, vetëm qau. Nëna, pse po qan? Pyeti Ardiani me shqetësim. Sepse nuk mund ta besoj, tha Fikrie. Fabrika ku kam punuar gjithë jetën, fabrika ku kam vuajtur aq shumë, tani është jotja. Jo, tha Ardiani duke e përqafuar, është yna, për ty, për gjithçka që ke bërë. Ky është vetëm fillimi. 6 muajt e ardhshëm ishin të çmendur. Ardiani punoi ditë e natë për të rinovuar fabrikën, bleu makina të reja, punësoi inxhinier të rinj, krijoi një ekip të fortë. Gjithashtu mori një hua bankare prej 10.000 eurosh për të paguar pjesën e mbetur të çmimit. Rreziku ishte i madh, por besonte në veten e tij. Në nëntor të vitit 2009, fabrika Mao Zedong u hap përsëri, por tani me emrin e ri, Ardian Engineering. Dita e hapjes ishte emocionale. Fikrie ecte në përhallet që njihte aq mirë, duke prekur makinat e reja, duke parë inxhinierët e rinj që punonin me entuziazëm. Kjo është e pabesueshme, thoshte ajo përsëri. Ardiani ecte pranë saj, duke shpjeguar çdo gjë që kishin bërë. Këtu do të prodhojmë pjesë për industrinë e ndërtimit, këtu pajisje për fabrika, dhe në atë sallë do të bëjmë montim final. Po ai vend? Pyeti Fikrie duke treguar një cep të fabrikës. Ai ishte vendi ku punoja apo jo? Tha Ardiani me një buzëqeshje. Po, Fikrie me lot në sy. Atje kalova 20 vjet të jetës sime. Atëherë do ta bëjmë një vend special. Do të vendosim një pllak që thot kushtuar vajzave që punuan këtu me dinjitet dhe sakrificë. Fikrie e përqafoi fort. Je djali më i mrekullueshëm në botë. Muajt e parë ishin sfiduese. Ardiani punonte 16 orë në ditë, duke menaxhuar prodhimin, duke kontrolluar cilësinë, duke kërkuar klient, por përkushtimi i tij dha rezultate. Brenda 3 muajsh, kompania kishte fituar kontratën e parë të madhe, furnizim pjesësh për një kompani ndërtimi në Tiranë. E bëm, tha Ardiani me gëzim, kur u nënshkrua kontrata. Fikrie ishte aty, duke parë me krenari. Gjithmonë e dija se do ta bëje. Por sfidat nuk mbaruan. Në vitin 2010, kompania përballej një krizë. Një nga klientët e mëdhenj nuk pagoi faturën, 20.000 euro që Ardiani kishte nevojë për të paguar furnizuesit dhe punëtorët. Çfarë do të bëj? Pyeti ai me ankthi. Fikrie e pa të shqetësuar. Çfarë ka? Ardiani shpjegoi situatën. Nëse nuk marr ato para brenda një jave, nuk mund të paguaj pagat. Dhe nëse nuk paguaj pagat, punojësit do të largohen. A ke biseduar me klientin? Po. Thot që ka probleme financiare dhe nuk mund të paguaj tani. Atëherë duhet të gjesh zgjidhje tjetër, tha Fikrie me gjëtësi. Gjithmonë ke gjetur. Ardiani mendoi gjatë natën dhe në mëngjes kishte një plan. Shkoi në bankë dhe kërkoi një kredi emergjente. Me shën se kishte një histori të mirë pagese dhe kontrata të forta, banka i aprovoi. Do të paguaj këtë borxh brenda një viti, premtoi Ardiani. Besojmë në ty, tha menaxheri i bankës. Me paratë e kredis, Ardiani pagoi punojësit në kohë. Dhe brenda 6 muajve, kur kompania filloi të merrte të ardhura nga kontrata të reja, pagoi kredin. Mësova një mësim të rëndësishëm, i tha Fikries. Kur mos u mbështet vetëm tek një klient i madh. Duhet të kesh shumë klient, që nëse një nga ata ka probleme, të tjerët mbulojnë. Mësimi i urtë, tha Fikrie. Viti 2011 ishte viti i kthesës. Kompania Ardian Engineering fitoi një kontratë me një kompani italiane për të furnizuar pjesë për 2 vjet. Vlera e kontratës ishte 150.000 euro. Ishte kontrata më e madhe që kishin marrë ndonjëherë. Ardiani festoi duke ftuar të gjithë punojësit në një darkë. Kjo është për ju, tha ai. Pa punën tuaj të palodhur, asgjë nga kjo nuk do të ishte e mundur. Fikrie ishte aty, duke parë me krenari. E shihte djalin e saj, që dikur kishte qenë një fëmijë i vogël që flinte në krahët e saj, tani duke drejtuar një kompani me 30 punonjës. Ardiani e pa duke qeshur dhe shkoi pranë saj. Çfarë mendon, nana? Mendoj se jam gruaja më me fat në botë, tha ajo. Kam një djalë që më bëri kaq krenar. Gjithçka që kam, e kam prej teje, tha Ardiani. Mësove për sakrificë, për punë të vështirë, për të mos u dorëzuar kurrë. Këto janë themelet e gjithçkaje që kam ndërtuar. Vitet që pasuan ishin vite rritje të vazhdueshme. Kompania zgjerohej çdo vit.
Në vitin 2012, Ardiani hapi një linjë të re prodhimi për makina bujqësore. Në 2013, filloi të eksportoj edhe në Greqi dhe Maqedoni. Numri i punonjësve arriti në 50, pastaj 100, pastaj 150. Ardiani tani ishte një nga sipërmarrësit më të suksesshëm të rinj në Shqipëri, por asnjëherë nuk haroi nga kishte ardhur. Çdo muaj organizonte një darkë për të gjithë punonjësit dhe familjet e tyre. Dëshironte që ata të ndiheshin si një familje e madhe. Ju nuk jeni thjesht punonjës, jeni pjesë e diçkaje më të madhe. Së bashku, po ndërtojnë një kompani që do të vazhdoj për breza. Një nga punonjëset e para që punsoi ishte një grua e quajtur Luiza. Ajo kishte 50 vjet dhe kishte punuar në fabrikën e vjetër, Mao Zedong, bashkë me Fikrien. Kur Luiza aplikoi për punë, Ardiani e njohu menjëherë. Ti punoje me nënën time? Po, si e din? Nëna më ka treguar për ty, thotë që ishe gjithmonë e mirë me të. Fikrie është një grua e mrekullueshme, i ka munguar aq shumë. Atëherë do të punosh përsëri me të, tha Ardiani me një buzëqesh. Çfarë? Nëna ime do të vinë në fabrikë 2 herë në javë, jo për të punuar, por të biseduar me punonjësit, për t'i ndihmuar nëse kanë nevojë për diçka. Dhe ti do të jesh aty për ta shoqëruar. Luiza qau nga gëzimi. Faleminderit shumë. Kur nëna mësoi për këtë, tha: Ardian, nuk e nevojë të bësh këtë. Po, kam nevojë, tha ai. Dua që gratë që punojnë këtu të kenë dikë që i kupton, dikë që ka kaluar nëpër atë që kanë kaluar ato. Dhe askush nuk mund ta bëjë këtë më mirë se ti. Kështu, Fikrie filloi të shkonte në fabrikë 2 herë në javë. Bisedonte me gratë, dëgjonte problemet e tyre, jepte këshilla. Zonja Fikrie është një ëngjëll, thoshin punonjësit. Na kupton si askush tjetër. Fikrie ndjehej e plotësuar. Pas aq shumë vitesh vuajtjeje, tani po ndihmonte të tjerat të mos vuanin. Në vitin 2014, Ardiani vendosi të bëjë diçka të veçantë për nënën. E çoi në një udhëtim në Itali për 1 javë. Itali? Tha Fikrie e habitur. Por nuk kam udhëtuar kurrë jashtë vendit. Pikërisht prandaj duhet të shkosh, tha Ardiani. Meriton të shohësh botën, të shijosh jetën. Ishin ditë të mrekullueshme. Vizituan Romën, Firencen, Venedikun. Fikrie pa gjëre që kishte parë vetëm në televizor. Hëngri ushqime të mrekullueshme, bleu rroba të bukura. Nuk mund ta besoj që jam këtu, thoshte ajo çdo ditë. Beso, thoshte Ardiani, ti e meriton këtë dhe më shumë. Në Rom, ndërsa uleshin në një restorant të bukur pranë Fontana di Trevi, Fikrie tha: A e di çfarë po mendoj? Çfarë? Mendoj se sa shumë ka ndryshuar jeta. Para 20 vitesh nuk kisha para as për bukë. Tani jam në Rom, duke ngrënë darkë në një restorant të bukur me djalin tim, që është bërë një njeri i suksesshëm. Kjo është sepse ti kur nuk u dorëzove, tha Ardiani. Edhe në momentet më të vështira, vazhdove të luftosh, dhe mua më mësove të bëj të njëjtën gjë. Gjithçka që bëra me dashuri, tha Fikrie. E di, tha Ardiani, duke ja u kapur dorën, dhe kur nuk do ta harroj. Kur u kthye në Shqipëri, Fikrie ishte e transformuar, kishte më shumë energji, më shumë gëzim, më shumë shpresë. Udhëtimi i bëri mirë, i tha Ardianit. Atëherë do të bëjmë më shumë, tha ai. Çdo vit do të shkojmë diku. Dhe e bën. Në vitin 2015 shkua në Greqi, në 2016 në Turqi, në 2017 në Austri. Çdo udhëtim ishte një kujtim i ri i bukur, një eksperiencë që Fikrie nuk do ta harronte kurrë. Por mes gjithë suksesit, Ardiani asnjëherë nuk harroi rrënjët e tij. Çdo vit, në përvjetorin e hapjes së kompanisë, organizonte një event ku ftonte të gjithë punonjësit dhe familjet e tyre. Kjo kompani është e juaja aq sa është imja. Pa ju, asgjë nuk do të ishte e mundur. Në vitin 2018, kompania Ardian Engineering festoi 10 vjet ekzistencë. Tani kishte 250 punonjës dhe ishte një nga kompanitë më të mëdha të prodhimit industrial në Shqipëri. Ardiani organizoi një festë të madhe. Ishin të gjithë, punonjësit, klientët, partnerët, miqt, familja. Gjatë fjalimit të tij, Ardiani tha: 10 vjet më parë kisha një ëndër, të ndërtoja diçka që do të ndryshonte jetën e njerëzve. Dhe sot, duke parë këtu, duke parë fytyrat tuaja, di që kjo ëndër është realizuar. Por ka një person pa të cilin asgjë nga kjo nuk do të ishte e mundur. Një person që më mësoi çfarë do të thotë të punosh fort, të sakrifikosh, të mos u dorëzohesh kurrë. Nëna ime,
Fikrie. Të gjithë u ngritën dhe filluan të duartrokasin. Fikrie, që uleshin në rreshtin e parë, filloi të qante. Ardiani zbriti nga skena dhe shkoi pranë saj. "Nana, kjo është për ty", tha ai, duke i dhënë një kuti. Fikrie e hapi me duar që dridheshin. Brenda ishte një çelës. "Çfarë është kjo?" pyeti. "Një shtëpi", tha Ardiani, "një shtëpi e re, e bukur, me kopsht, me pamje nga mali, vendi ku gjithmonë ke ndëruar të jetosh." Fikrie nuk mund të fliste. Vetëm qau dhe e përqavoi Ardianin fort. "Faleminderit", po shpëriti. "Faleminderit për gjithçka." "Jo, nana", tha Ardiani. "Faleminderit ty për gjithçka që ke bërë për mua." Vitet që pasuan sollën edhe më shumë suksese. Kompania vazhdoi të rritej. Në vitin 2019, Ardian Engineering hapi një fabrikë të dytë në Durrës, duke specializuar në prodhimin e pajisjeve për industrinë e turizmit. Ardiani, tani 40 vjeç, ishte bërë një figurë e njohur në botën e biznesit shqiptar. Jepte intervista, mbante fjalime në konferenca, ishte shembull i një sipërmarrësi të suksesshëm. Por pavarësisht famës dhe pasurisë, mbeti i thjeshtë dhe i përulur. "Suksesi nuk të ndryshon", i thoshte punonjësve të tij. "Ti vendos nëse do të ndryshosh. Dhe unë kam zgjedhur të jem gjithmonë i njëjti person që isha kur fillova. Dikush që kupton se çfarë do të thotë të punosh fort për gjëra që dëshiron." Fikrie, tani 63 vjeç, jetonte në shtëpinë e re që Ardiani i kishte blerë. Ishte një shtëpi e bukur, me 3 dhoma, me kopsht ku mbante lule, me pamje të mrekullueshme nga malet. Çdo mëngjes zgjohej dhe shkonte në kopsht, duke kujdesur për lulet e saj. Ishte kaq e ndryshme nga apartamenti i vogël, i ftohtë ku kishte kaluar kaq shumë vite. "Ndonjëherë mendoj se po ndorroj", i tha Ardianit një ditë. "Nuk po ndorron", tha ai. "Kjo është realiteti yt dhe e meriton." "Por kam frikë", tha Fikrie. "Frikë nga çfarë?" "Se një ditë do të zgjohem dhe gjithçka do të jetë zhdukur, se do të kthehem në atë dhomë të vogël, duke u përpjekur të gjej para për bukë." Ardiani e përqafoi. "Kjo nuk do të ndodh kurrë. Ti je i sigurt, për pjesën e mbetur të jetës nuk do të mungoj asgjë." Por Fikrie kishte një kërkesë. "Dua të bëj diçka." "Çfarë?" "Dua të ndihmoj gra të tjera që janë në situatën ku isha unë, gra që janë nënave të ushqyese që po luftojnë për të mbijetuar." "Kjo është një ide mrekullueshme", tha Ardiani. Së bashku, themeluan një fondacion, Fondacioni Fikrie, që jepte mbështetje financiare dhe trajnime profesionale për grave të ushqyese. Çdo muaj, fondacioni ndihmonte 10 gra me bursë për fëmijët e tyre, trajnime për punë dhe mbështetje morale. Fikrie vetë takonte secilën grua që aplikonte. "E kuptoj se si ndiheni", u thoshte ajo. "Kam qenë atje, por dua t'ju them diçka. Nuk jeni vetëm dhe ka shpresë, gjithmonë ka shpresë." Gratë e donin Fikrien. Ajo nuk ishte thjesht dikush që jepte para, ishte dikush që kuptonte, që dëgjonte, që u jepte forcë. Një prej grave, e quajtur Agnesa, i tha një ditë: "Zonja Fikrie, ju jeni shpresa ime. Kur mendoj se si keni arritur, kur mendoj se si djali juaj është bërë dikush kaq i madh, di që edhe unë mund ta bëj, që edhe djali im mund ta bëj." Fikrie qau nga gëzimi. "Po, mund ta bësh dhe do ta bësh, vetëm mos u dorëzo kurrë." Në vitin 2020, pandemia COVID-19 goditi botën. Shumë biznese u mbyllën, ekonomia u përkeqësua. Ishte një kohë e vështirë për të gjithë, por Ardiani refuzoi të largonte punonjës. "Nuk do të heq dorë nga njerëzit që kanë qenë me mua në kohët e mira", tha ai. "Do të gjejmë një mënyrë për të kaluar këtë." Reduktoi orët e punës për të gjithë, përfshirë veten, në vend se të shkarkonte dikë. Ul pagën e tij për të mbuluar pagat e të tjerëve dhe kompania mbijetoi. Kur pandemia përfundoi, punonjësit e tij ishin edhe më të përkushtuar se kurrë. "Ju na treguat se kujdeseni për ne", i than ata. "Tani ne do të punojmë edhe më fort për ju." Në vitin 2022, Ardiani u martua me një inxhiniere të talentuar që kishte takuar në një konferencë ndërkombëtare. Emri i saj ishte Ela dhe ishte një grua e mrekullueshme, e zgjuar, e sjellshme, me zemër të madhe. Fikrie e donte Elën si të bien që nuk ishte pasur kurrë. "Jam kaq e lumtur që Ardiani të gjeti", i tha asaj. "Edhe unë jam e lumtur", tha Ela. "Ardiani më ka treguar kaq shumë për ju, për gjithçka që keni bërë.
jeni gruaja më e fortë që kam njohur. Bëra ato që çdo nën do të bënte, tha Fikrie me modesti. Jo, tha Ela, bët më shumë, edhe për këtë, Ardiani është njeriu i mrekullueshëm që është sot. Në prill të vitit 2023, Fikrie u bë gjyshe. Ela lindi një vajzë të bukur që e quajtën Sara. Kur Fikrie e mbajti për herë të parë në krah, zemra i ishte gati të shpërthente nga gëzimi. Është e përkryer, pëshpëriti. Ashtu si ishte Ardiani kur lindi, tha Ela me një buzëqeshje. Fikrie shikoi mbesën e saj dhe filloi të kujtonte. Kujtoi natën kur kishte lindur Ardiani, në atë apartament të vogël të ftohtë. Kujtoi frikën që kishte ndjer, pyetjen si do të arriti këtë fëmijë. Dhe tani, 38 vjet më vonë, kishte përgjigjen, me dashuri, me sakrificë, me vendosmëri për të mos u dorëzuar kurrë. Do ta mbrojmë këtë vajzë, do ta mbrojmë dhe do t'i japim gjithçka që ka nevojë për të pasur një jetë të lumtur. Pikarisht si u bët me Ardianin, tha Ela. Po, tha Fikrie, pikarisht ashtu. Në vitin 2024, kompania Ardian Engineering festoi 15 vjet ekzistencë. Tani kishte 500 punonjës dhe ishte një nga kompanitë më të suksesshme në Shqipëri. Por për Ardianin, suksesi nuk matesi vetëm me para dhe numër punonjësish, matesi me jetët që kishte ndryshuar. 500 familje kanë të ardhurat të sigurta për shkak të kësaj kompanie, thoshte ai me krenari. 500 familje mund të paguajnë qiran, të blejnë ushqim, të dërgojnë fëmijët në shkollë. Kjo është suksesi i vërtet. Fikrie, duke qëndruar pranë tij gjatë ceremonisë së festimit, filloi të fliste. Kur djali im ishte i vogël, nuk kishim asgjë. Jetonim në një dhomë të vogël, haja bukë të thatë për darkë që Ardiani të kishte më shumë. Punoja nga agjimi në mbrëmje për të fituar sa për të mbijetuar, por asnjëherë nuk humba shpresën, sepse e shikoja këtë djalë vogël dhe e dija se kishte diçka të veçantë. E dija se një ditë do të bënte diçka të madhe. Dhe u gënjeva, vazhdoi ajo, sepse nuk bëri vetëm diçka të madhe, bëri diçka të jashtëzakonshme, jo vetëm për mua, por për qindra familje të tjera. Jam krenarja më e madhe e jetës sime, tha Fikrie, duke e shikuar Ardianin me lot në sy. Jo, sepse është i pasur ose i suksesshëm, por sepse është një njeri i mirë, një njeri që kujdeset për të tjerët, një njeri që nuk harron kurrë nga ka ardhur. Të gjithë në sallë u ngritën dhe duartrotën. Ardiani, me lot në sy, shkoi dhe e përqafoi nënën. Gjithçka që jam për ty, pëshpëriti. Jo, tha Fikrie, gjithçka që je për shkak të vetes. Unë vetëm të dhash mundësinë, ti bëre pjesën tjetër. Jemi në vitin 2025. Fikrie është 68 vjeç, Ardiani është 42. Kompania vazhdon të lulëzoj, por për Ardianin kishte një gjë që donte ta bënte, një gjë që kishte planifikuar për vite. Një ditë të bukur të prillit e mori nënën në fabrik. Pse po vi këtu? Pyeti Fikrie. E di që nuk është dita ime e zakonshme. Kam diçka për të treguar, tha Ardiani me një buzëqeshje misterioze. Kur arritën, pas e kishte një ceremoni, të gjithë punonjësit ishin mbledhur në obor, kishte flamuj, lule, një podium. Çfarë është gjithë kjo? Pyeti Fikrie. Do të shohësh, tha Ardiani. E çoi deri në një pjesë të fabrikës që ishte mbuluar me një perde të madhe të kuqe. Nëna, kur bleva këtë fabrik në vitin 2009, bëra një premtim, tha Ardiani, duke folur në mikrofon që të gjithë të dëgjonin. Premtova që do ta bëja një vend special, një vend që nderonte gratë që kishin punuar këtu në të kaluarën. Gratë si nëna ime, që kishin dhënë gjithçka për familjet e tyre. Sot, 15 vjet më vonë, po mbaj atë premtim. Hapi perden. Prapa ishte një mur i bukur me mermer, dhe në të ishte një pllakë e madhe prej bronzi. Lexonte: Muri i kujtimit, kushtuar të gjitha grave që punuan në këtë fabrik midis viteve 1975-2000. Sakrificën tuaj nuk do të harrohet kurrë. Ju na mësuat se çfarë do të thotë të jesh i fortë. Poshtë pllakës ishin emrat e të gjitha grave që kishin punuar në fabrik. Qindra emra, përfshirë emrin e Fikries. Fikrie nuk mund të fliste, vetëm qau ndërsa lexonte emrat e kolegëve të saj. Fatmira,
Luiza. Drita. Të gjitha atje. Ky mur, tha Ardiani, është për të siguruar që brezat e ardhshëm të dinë se kjo fabrik u ndortua në kurriz të sakrificës së grave të forta, grave që nuk u dorëzuan kurrë. Të gjithë filluan të duartrokasin. Fikria u kthye dhe i dha Ardianit përqathimin më të fortë që kishte dhënë ndonjëherë. Faleminderit, përshpëriti. Faleminderit që na mbajte gjallë kujtimin. Ju e meritoni, tha Ardiani. Ju të gjitha. Atë mbrëmje, ndërsa uleshin për darkë në shtëpinë e Fikries, me Elën dhe Sarën e vogël, Fikrie tha: "E di se çfarë dua për Sarën?" "Çfarë?" pyeti Ela. "Dua që ajo të di historinë tonë, të di se nga ku kemi ardhur, sepse vetëm duke ditur të kaluarën, ajo do të vlerësoj të tashmen." "Do t'ja tregojmë", premtoi Ardiani, "çdo pjesë të saj." Fikrie shikoi rreth tryezës, djalin e saj, nusen, mbesën, dhe zemra ishte plot. "Për 20 vjet", tha ajo, "jetova në frikë. Frikë se nuk do të kishim mjaftueshëm ushqim, frikë se nuk do të mund ta paguaja qiran, frikë se Ardiani do të vuante për shkak të varfërisë son. Por shikoni ku jemi tani. Shikoni se çfarë kemi ndërtuar. Jo vetëm pasuri materiale, por diçka më të rëndësishme. Një familje të fortë, një biznes që ndihmon njerëz, një trashëgimi që do të vazhdojë. Nëse do të ktheja prapa kohën dhe do të duhej të zgjidhja përsëri, të kaloja në gjitha të vështirësi, gjitha të vuajtje, do ta bëja, pa hezitim, sepse më solli këtu. Pranë jush." Ardiani ja kapi dorën. "Dhe unë do të zgjidhja të njëjtën gjë, sepse gjithçka që e mësova rreth forcës, përkushtimit dhe dashurisë, e mësova gjatë." Atë natë, pas darke, ndërsa Fikrie shkoi në gopshtin e saj të dashuruar, shikoi yjet. Kujtoi natën 38 vjet më parë që kishte mbajtur Ardianin për herë të parë në krah. Kujtoi frikën, pasigurinë, pyetjet. Por gjithashtu kujtoi dashurinë që e kishte mbajtur të vazhdonte edhe në momentet më të errta. "E bëm", përshpëriti në errësirë, "e bëm", dhe buzëqeshi. Në fund të kësaj historie, disa vite më vonë, Ardiani do të shkruante një libër mbi përvojën e tij. Libri do të quhej "Nga varfëria në sukses, historia e një nëne dhe një djali." Do të bëhej një bestseller në Shqipëri. Mijëra njerëz do ta lexonin dhe do të frymëzoheshin. Por pjesa më e rëndësishme e librit nuk ishte për suksesin e biznesit, ishte kushtimi në faqen e parë. Për nënën time, Fikrie, gruaja më e fortë që kam njohur ndonjëherë. Mësove se dashuria nuk matet me para, por me sakrificë, që suksesi i vërtet nuk është në atë që fitojmë, por në atë që japim, dhe që pavarësisht sa e vështirë bëhet jeta, kurrë nuk duhet të humbim shpresën. Kjo është historia jote, kjo është trashëgimia jote, dhe do të jetoj përgjithmonë. Fikrie, duke e lexuar këtë, qau për herën e fundit, lot gëzimi, krenar dhe plotësuari, sepse në fund, ajo nuk kishte vetëm mbijetuar, kishte triumfuar, dhe më e rëndësishmja, kishte rriti një djalë që jo vetëm e donte, por që kuptonte vlerën e sakrificës së saj, dhe po e kalonte këtë mësim te brezi i ardhshëm. 5 vjet më vonë, në vitin 2030, Sara ishte bërë 7 vjeç. Ishte një vajzë e zgjuar, plot energji, me sy që shkëlqenin nga kureshtja. Një ditë, ndërsa po vizitonte gjyshen Fikrie në shtëpinë e saj, e gjeti duke shikuar albume të vjetra me fotografi. "Gjyshe, kush janë këta njerëz?" pyeti Sara. Fikrie buzëqeshi dhe e tërhoqi vajzën pranë. "Eja, do të tregoj një histori." E nxori një fotografi të verdhur nga viti 1985, një grua e re me një fëmijë të vogël në krah, duke qëndruar përpara një ndërtese të vjetër. "Kjo jam unë", tha Fikrie, "dhe ky është babai yt." "Por duket kaq e ndryshme", tha Sara. "Po, sepse kjo fotografi u bë në kohë të vështira. Atëherë nuk kishim shumë, por kishim dashuri." "Çfarë do të thotë nuk kishim shumë?" pyeti Sara me pafajsi. Fikrie e mori frymthell. "Do të thotë se ndonjëherë nuk kishim mjaftueshëm ushqim, do të thotë se babai yt vishte rroba të vjetra, do të thotë se punoja shumë orë çdo ditë, që ai të kishte një jetë më të mirë. Të ishte trisht,
pyeti Sara. Ndonjëherë po, tha Fikrie me sinqeritet, por asnjëherë nuk humba shpresën, sepse besoja se një ditë gjërat do të përmirësoheshin, dhe u përmirësuan. Për shkak të babait? Po, për shkak të babait tënd që punoi shumë fort, por gjithashtu për shkak se ne kur nuk u dorëzuam. Sara e mendoi këtë për një moment. Gjyshe, kur të rritem dua të jem si ti, e fort. Fikrie e përqafoi vajzën. Ti tashmë je e fort, zemra ime, sepse ke në gjak historinë tonë, historinë e njerëzve që nuk dorëzohen kurrë. Atë mbrëmje, kur Ardiani erdhi të merrte Sarën, Fikrie i tha: "Fola me të për të kaluarën." "Si e mori?" pyeti Ardiani. "Me kureshtje dhe respekt," tha Fikrie, "ashtu siç e prisja. Ajo është një vajzë mrekullueshme." "Mësoi nga më të mirët," tha Ardiani duke buzëqeshur. Ndërsa largoheshin, Sara i tha babait: "Gjyshja më tregoi se si ishit të varfër dikur." "Po, ishim, por tani nuk jemi." "Po, tani nuk jemi, por kur nuk duhet të harrojmë nga kemi ardhur." "Nuk do të harroj," premtoi Sara, "dhe kur të rritem, do të ndihmoj njerëz si gjyshja ndihmoi babain." Ardiani ndaloi makinën për një moment dhe shikoi vajzën në pasqyrë. "Kjo do të bëj më krenar se çdo gjë tjetër." Në vitin 2035, kur Fikrie festoi 75 vjetorin, u organizua një festë e madhe. Ishin mbi 100 njerëz, familja, miqt, punonjësit dhe gratë që Fondacioni Fikrie i kishte ndihmuar gjatë viteve. Njëra nga gratë, Agnesa, e njëjta që kishte folur me Fikrie jetë vretmës, u ngrit për të folur. 10 vjet, isha në prag të dorëzimit, isha nën vetmushqyese, pa para, pa shpresë, por Fondacioni Fikrie më dha më shumë se para, më dha besim, më dha shpresë. Sot, djali im është në universitet, duke studiuar inxhinieri, dhe e gjitha është për shkak të zonjës Fikrie dhe familjes së saj. Të gjithë duar trokiten. Fikrie qau nga lumturia. Më vonë, ndërsa ulej me Ardianin dhe Elën, tha: "E di çfarë janë më krenar?" "Çfarë?" pyeti Ardiani. "Jo për parat, jo për shtëpin, jo për kompanin, por për faktin se ndryshuat jetën e njerëzve, që dhuruat shpresë kur nuk kishte." "Mësuam nga ti," tha Ardiani. "Atëherë, trashëgimia ime vazhdon," tha Fikrie me një buzëqeshje. Dhe kështu ishte. Historia e Fikries dhe Ardianit nuk ishte thjesht një histori suksesi, ishte një histori dashurie, sakrificës, shprese dhe vendosmërie. Ishte një histori që do të trashëgohej nga brezi në brez. Ishte një histori që do të frymëzonte mira. Por mbi të gjitha, ishte një histori e vërtet, e një nëne që dha gjithçka për djalin e saj, dhe një djali që kurrë nuk e harroi atë sakrificë. Dhe kjo, në fund të fundit, është trashëgimia më e madhe që dikush mund të lërë pas. Morali i historisë: dashuria dhe sakrifica një prindi nuk shkojnë kurrë dëm, edhe në momentet më të errta, shpresa dhe puna e palodhur mund të ndryshojnë jetën. Suksesi i vërtet nuk matet vetëm me pasurinë materiale, por me jetët që prekëm dhe ndryshojmë përgjatë rrugës sonë.